në këtë edicion do të ndiqni. Përfaqësues institucional vizitojnë familjen Spahia në Gjakov, e cila para disa ditësh humbi vajzën Daorsa Spahia aksidentalisht. Në ditën e mirësjelljes, fëmijët bën model për të rriturit. Mjegulla dëmshme për shëndetin, profesionistët apelojnë për kujdes. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Zyri. Përfaqësues të disa institucioneve shtetërore kanë vizituar sot familjen Spahia në Gjakov. Kjo e fundit, pak ditë më parë, aksidentalisht ka humbur vajzën e tyre Daorsa, studente në Tetov. Familja Spahia, që para pak ditësh humbën bijen e tyre Daorsën, sot pritën për vizitë përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës. Nënkryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se drejtësia duhet vënë në vend. Ajo çfarë është e rëndësishme është drejtësia për rastin e Daorsës, në mënyrë që edhe përgjegjësit të marrin dënimin e merituar, por në anën tjetër edhe që raste të tilla të mos ketë në të ardhmen. Gjithashtu u zotuan se do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Tashmë punë e institucioneve të drejtësisë që t'i adresojnë të gjitha këto, edhe u zotuan që do të ndërmarrin veprime në përputhje me përgjegjësitë. Indjera ka qenë shtetase e Republikës së Kosovës, ka qenë duke studiuar në Maqedoni të Veriut, prandaj edhe është obligim vullnet, por edhe do të përkushtohemi pra që të ketë drejtësi në këtë rast. Sipas Haxhiut, ekzistojnë dyshime për ndikime në organet e drejtësisë. Sipas informacioneve që i kemi, familja do të takohet nesër me institucionet e drejtësisë atje. Ne inkurajuam që çfarëdo informacioni që kanë në raport me këtë ta ndajnë me prokurorinë. Urojmë që ky rast të trajtohet me profesionalizëm dhe me përgjegjësi, që të mos ketë ndikime, sepse natyrisht dyshimet janë që mund të ketë ndikime në këtë rast, por thrasim për drejtësi dhe që rastet e tilla të mos ndodhin në të ardhmen. Qëllimi i kësaj vizite, përveç për të ngushëlluar familjen, ishte edhe shprehja e përkushtimit institucional për të vënë drejtësi për ndarjen tragjike nga jeta të Daorsa Spahia, studente nga Gjakova, e cila po studionte në Tetov, ku edhe humbi jetën. Problemet në infrastrukturën rrugore po bëhen gjithnjë më të bezdishme për banorët e një rruge në lagjën Dardania. Në një prononcim për mediumin ton, banorët shprehen të shqetësuar se vetëm pjesa ku ata banojnë ka mbetur e pa rregulluar në gjithë zonën e gjerë të paralagjes. Problemet në infrastrukturën rrugore janë bërë të bezdishme për banorët e një rruge në lagjën Dardania të Gjakovës. Ata thonë se vetëm segmenti ku ata banojnë ka mbetur i pa rregulluar. Para nesh janë të shtruar 4 rrugë. Pras kanë ndërpreknë, kanë vazhduar pranë manet. Derisa mi thon kujdoj që edhe ne jemi banorë kësaj komune. Paguajmë tatimet që na takojnë. Ku është problemi që ka met vetëm që kjo rrugë e pashtruar. Ibi Shala thotë se mungesa e ndërhyrjeve pu shkakton shumë vështirësi në jetën e përditshme. Peshin edhe vetë rrugën në çfarë gjeni është. Kemi fëmijë që shkojnë në shkollë, kemi pleq. Kur bie këtu vështirësina dalin. Banorët kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejt për rregullimin e kësaj pjese të rrugës. Dy çifta që kishin mbi 10 vite që prisnin të bëhen prindër, sot morën këtë epitet. Ata tashmë kanë marrë epitetin e prindërve të fëmijëve të shëndetshëm, moment ky që sipas tyre e prisnin prej shumë vitesh. Në European Clinic po vazhdojnë të shkruajnë histori të veçanta shprehse gëzimi. Fikrete Slamniku, 46 vjeçare pas 10 vitesh, pritje u bë nënë e djemve Enisit dhe Enesit, një rrugtim i gjatë i mbushur me forcë, besim dhe dashuri, që përfundoi me mrekullinë më të bukur, fëmijët e saj. Na jem ka Gilone, i kemi 2 djemë nesh, mas 10 vite. Gëzimi më i madh se më kanë nanë nuk ka. Shërbimi ju kanë i mirë, na kanë prit mirë.
S'po di qa më thoni për shëndes. Në të njëjtën klinik edhe shumë çifte të tjera kanë gjetur shpresën e humbur, 2 çifte të ndryshme, 2 rrugë të ndryshme, por një qëllim i përbashkët të bëhen prindër pas 12 vitesh me vajzën e quajtur Rumea. Mas 12 vjetëve kena prit. Rumea ka emnin. është një knaci shumë mas 12 vjetëve në pas. Diçka në pranë pa kutu, pa pritshëm. Po faleminderit edhe pi doktoresës Aida. Të dyja kishin historinë e vet interesante, por që me përkushtim dhe një ekip të mrekullueshme, suksesi nuk ka si të jetë ndryshe, shtoi doktoresha ginekologe Aida Kumnova. Unë jam shumë e lumtur së pari që në European Clinic funksionojmë të gjithë së bashku si një ekip, së bashku me doktor Bujarin dhe doktoreshën Luljeta, dhe departamenti i ginekologjisë është në një nivel mjaft të lartë. E pat vetë se pacientja e cila ka ardhur nga Gjilani, do më thënë ka arrit një sukses tek ne dhe tani është bërë në 2 fëmijëve pas 10 vitesh, kështu që mendoj që vetë faktet flasin për atë që punojmë edhe që bëjmë. Ndërsa rasti i dytë i cili ka qenë mjaft rast interesant dhe ka kërku pak më tepër kujdes dhe përkushtim për shkak se pacientja ka qenë me 12 vite martesë, pa asnjë fëmijë, mirë po me 3 aborte të një pasnjëshme, dhe me shumë vështërsi kemi arrit, domethënë deri në fund të shtatzanisë, mirë po suksesi nuk mungoi. Në European Clinic çdo histori fillon me shpresë dhe përfundon me gëzim. Ka kohë që në mediat shqiptare diskursi i komunikimit ka rënë mes të ftuarve dhe moderatorëve, pa kursyer asnjërin, a madje as shikuesit në vend që hapësirat mediale të shfrytëzohen për ide argumente, diskutimet politike në shumë media shpesh ndrohen në zhurma, akuza personale dhe mungesë të theksuar të etikës së komunikimit. Kohëve të fundit në shumë media është vënë re një rënje nivelit të komunikimit mes të ftuarve dhe moderatorëve. Shpesh debate televizive kthehen në përplasje dhe ofendime, në vend që të jenë biseda me ide dhe argumente të pastra. Sipas disa personave që intervistuam sot, kjo po ndikon keq edhe tek shikuesit të çdo moshe. Me keqardhje, vazhdimisht përcjelli, po shumë jam i zgënjur. Ato debate janë aq përqarse sa është e pabesueshme çka po ndodh me ne. Kemi për qëllime politike, kërcësisht jashtë kontrollit, shko është mirëqenia njëu të tjera, këtë anësh është ajo metë. Do thotë nuk ka fjalë mirësjelljesh në debate? Nuk ka fara mirësjellje në debate. Habitëm, vënë se me shkun përmisim, në rregullim gjendjes, ata pekesojnë dhe më tepër. Breng tjetër është fakti që çdo ditë më shumë po largohemi nga mirësjellja dhe respekti. Jam shumë e brengosur, se çdo ditë më shumë po largohem nga mirësjellja, nga respekti, nga humaniteti njerëzor, nga vlerat elementare, edukata. Nuk e di, nuk mendoj se këto i ka shkaktu teknologjia informative, sepse dhe aty kemi mundësi të mësojmë gjithçka dhe të gjejmë materiale të cilat neve na nevojitën në jetë. Gjeneratat që po vinë, se pare nuk e kanë kulturën e shprehjes. Dhe gjithë kjo vjen si mungesë e kulturës së leximit. Leximi është baza e cila i mundson edhe të flasin, e të shprehen bukur, por edhe të mësojnë nga leximi për çështjet humanitare. Në çdo hap hasim probleme. Në çdo bisedë, sidomos kur i përcjelli emisionet e juaja, televizionit Syri dhe televizionet tjera kombëtare, në intervista me njerëz të moshuar, keni më shumë biseda dhe mund të realizoni me më shumë rezultat. Ndërkaq të rinjt kanë disa shprehje të cilat na brengosin. Unë kam frikë për gjeneratat që po vinë se do ta harrojnë kulturën dhe mirësjelljen dhe do ta përdorin një fjalor të rrugës që nuk na dërgon askund. Kosova ka derë shumë gjak, Kosova ka dhënë shumë djerë se mund për ta realizuar lirin. Dhe sot në liri, kurse gjitha shkollat janë shqipe, universitetet në të gjitha qytetet e Republikës Kosovës, vetëm një detyrë kanë të rritë, të mësojnë më shumë dhe të vjetrit natyrisht t'i drejtojnë në rrugë të pagabuar.
Sot në ditën botërore të mirësjelljes, shumë qytetarë prapa kamerave thonë se edhe në jetën politike e ato private, mungon mirësjellja dhe respekti ndaj njëri tjetrit. Të veçlit e institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi në Gjakov, nga edukatorët e tyre të mësuarit e fjalëve magjike e kanë të përditshëm, me qëllim që të njohin më shumë mirësjelljen mes moshatarëve, por edhe të tjerëve. Në ditën e mirësjelljes, ekipi ynë ka vizituar objektin në Rezin për të kuptuar se sa ata fëmijë mësojnë për bujarin, dobin të mirat e jetës, sjelljen, respektin dhe edukatën. Ndjekim kronikën. Të veçlit e institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi në Gjakov, çdo ditë mësojnë rëndësinë e fjalëve magjike si faleminderit, të lutëm dhe më fal. Edukatorët kujdesen që përmes lojës dhe aktiviteteve të përditshme, fëmijët të njohin më mirë mirësjelljen, respektin dhe dashurinë ndaj njëri tjetrit. Në kuadër të ditës së mirësjelljes, ekipi ynë vizitoi objektin në Rezin, ku fëmijët treguan se si po mësojnë fjalët magjike. Në shenjë të ditës botërore të mirësjelljes, sot kemi përgatitur një aktivitet me fëmijët. Pra kemi lexuar një tregim ku atë flitet për rregullat e mirësjelljes. Kemi bërë edhe një aktivitet, pra siç e patë edhe ju, fëmijët duke i mësuar rregullat e mirësjelljes edhe duke i vendosur tek pema këtu. Ne çdo ditë i përdorim fjalët magjike, çdo ditë flasim për rregullat e mirësjelljes, pasi që edhe jemi në kopsht. Ndërsa vogëlushët tregojnë se si mësimi i fjalëve të mirësjelljes është pjesë e çdo dite në institucionin e tyre. Mësuesat na mëson fjalët magjike. Cilat janë ato? Njërit, të lutem, më fal, se jem. Neve mësuesit na mësojnë fjalët magjike. Cilat janë ato? Faleminderit, më fal, të lutem, mirëpafshim. Në fund, fëmijët kishin përgatitur një pemë simbolike, ku në secilën deg kishin vendosur fjalë të mirësjelljes, duke kthyer ditën me një mësim të vlefshëm mbi dashurinë dhe respektin për të ardhmen e tyre. Faleminderit, më fal. Mëngjesi sotëm nisi me një mjegull të dendur, e mëngjesi si ky i sotmi mund të jenë të shumta gjatë dimrit, për çfarë mjegulla dendur mund të shtojë rreziqet për shëndetin, ndërkohë profesionistët e shëndetësisë apelojnë për kujdes të shtuar gjatë kohës së mjegullës, madje për disa kategori edhe dalja është rrezikshme me qëllim të mbrojtjes së shëndetit. Mjegulla paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Specialisti i mjekësisë familjare, doktor Josef Berisha, tha se në ditët me mjegull të dendur, cilësia e ajrit bie ndjeshëm, duke ndikuar negativisht te personat me probleme shëndetësore, të cilët duhet të kenë kujdes. Marrjen e stinës dimrit edhe mjegulla në viset ku është e pastër ajri, domthonë është quhet mjegull natyrale ose normale. Mirë po, lagështia e saj edhe dënësia e saj sjell rreziqe edhe në komunikacion, për ngasjet e veturave, për shkaktimit të aksidenteve, por edhe për këmbësorët. Mirë po, lagështia e saj sjell probleme pak edhe te pacientët të cilët kanë probleme kronike me rrugët e frymarrjes. Edhe ajri bëhet pak më i rënduar për këto kategori. Me përzierjen e ndotësve të fabrikave, të makinave, apo edhe djegës karburanteve, në mjegull krijohet smogu. Edhe kategoritë më të rrezikshme, apo më të rrezikuara, mund t'i quajmë njerëzit me smundje të rrugëve të frymarrjes, siç është astma kronike, bronkiti kronik. Edhe të sëmurët cilët janë me probleme kronike me zemër. Doktor Berisha rekomandoi që në vendet ku ka mjegull të përdorin maska, nëse duhet patjetër të dalin në atë kohë. Ju rekomandohet që në vendet ku ka mjegull të ndotën, nëse është gjithçysh ju duhet dalin në ato ambiente të përdorin maska mbrojtëse, edhe ju rekomandojmë të mos frekuentojnë ajret ku janë të ndotuna, sidomos me mjegull dhe smog. Kategoritë cilat janë më të rrezikshme përveç smundjeve kronike, kuptohet janë fëmijët dhe janë të moshuarit.
Mjegulla mbetet një dukuri e zakonshme në stinën e dimrit, por shpesh nënvlerësohet ndikimi i saj në shëndet. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht tek personat me sëmundje kronike, duke theksuar se mbrojtja me maskë dhe shmangja daljeve të panevojshme janë masat më të thjeshta për të ruajtur shëndetin. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Përfaqësues institucional vizitojnë familjen Spahia në Gjakove, cila para disa ditësh humbi vajzën Daorsa Spahia aksidentalisht. Në ditën e mirësjelljes, fëmijët bën model për të rriturit. Mjegulla dëmshme për shëndetin, profesionistët apelojnë për kujdes. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.